Shikues të nderuar, mirë se po takohemi sërish në emisionin dritare. Siç tashmë e dim, muaji tetor është muaji i ndërgjegjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Gjatë gjithë këtij muaji mbahen fushata sensibilizuese në të gjithë botën, që kanë për qëllim të edukojnë dhe të informojnë gratë dhe vajzat për shëndetin e gjirit. Shiriti Roz si simbol ndërkombëtar i ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit u miratua në vitin 1992, një vit pasi fondacioni Susan Komen i u dorëzoi Shirita Roz pjesëmarrësve në garat e organizuara në New York për të mbijetuarit nga ky lloj kanceri. Statistikat tregojnë se 1 në 8 gra preken nga ky lloj kanceri, por lajmi i mirë është se rreziku mund të menjanohet nëse zbulohet në stadiet e hershme. Duke qenë kështu, vetëdijsimi për këtë lloj të smundjes patjetër se duhet ta ketë vendin e merituar. Për të na informuar më shumë rreth këtij lloji të kancerit, në studio kemi të ftuar doktoreshën Vildana Goga Çmega, onkologe radioterapeute në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Doktoresh, mirë se keni ardhur. Faleminderit, mirë se e gjeta, është kënaqësi me qenë pjesë e programit juaj. Faleminderit. Le të hyjmë pak në temë. Na tregoni pak për statistikat, për historikun, thjesht çka është kanceri i gjirit. Ju pak e shumë edhe e fillute se sa i përket statistikave, po duhet të them që çdo rritje e pa kontrolluar e qelizave të gjirit në gjirin e femrës paraqet kancerin e gjirit. Siç e thatë edhe vetë 1/8 grua preket në jetë prej kancerit të gjirit. Është smundje e cila është vazhdimisht në rritje, e cila prek secilën gjini, edhe gjinin femrore, edhe gjinin mashkullore, por incidenca tek gjinia femrore do të thotë shumë më e madhe se sa tek gjinia mashkullore, ku preket 1 në 100 meshkuj. Në Kosovë, vitet e fundit kemi një ngritje relevante të paraqitjes së grave me kancer të gjirit, mirë po është dukuri e pritshme sikurse në mbar boten, ku gjatë vitit 2020 janë regjistruar 2.300.000 raste të reja për nga incidenca, mirë po fatmirësisht smundja e gjirit tashmë nuk është smundje e cila rezulton me fatalitet dhe shohim që incidenca e mortalitetit nga kanceri i gjirit ka kaluar në pozitën e 5. Do të thotë janë 4-5 lloje të kancerit para kancerit të gjirit që janë më vdekjeprueshës se sa kanceri i gjirit. Doktoresha, dihet se çka e shkakton, cilët janë faktorët? Faktorët e kancerit të gjirit janë faktor multifaktorial, që po të dihej etiologjia, do dihej me njëherë automatikisht edhe trajtimi, mirë po saktësisht edhe pas shumë hulumtimeve të bëra në botë, nuk është dhe një definicion i saktë se kush është shkaktari i kancerit të gjirit. Por janë disa faktor predispozues cilët e bëjnë gruan që gjatë jetës të smuret nga kanceri i gjirit. Këto faktor predispozues mund të jenë faktor cilët mund të kontrollohen dhe faktor cilët nuk mund të kontrollohen, por natyra apo vetë krijimi i atij individi i përket mundësisë paraqitjes së kancerit të gjirit. Do doja t'ja filloja me faktorët të cilët nuk mund të kontrollohen dhe si të tillë ne si qenie njerëzore duhet të pajtohemi që gjatë jetës tonë mund të kemi mundësinë që të prekemi nga kanceri i gjirit. Ndërto, siç e thash, është thelbësorja vetë të qenurit femër. Do të thotë natyra krijimit të femrës, raporti i veprimit hormonal tek femra në gjë është një prej shkaktarëve cilët e prund të formimin e kancerit të gjirit. Mandej është mosha. Me rritjen e moshës rritet edhe incidenca për shfaqjen e kancerit të gjirit. Preken kryesisht gratë prej moshës 40 deri 60 vjeçare, sa i përket pikut të incidencës, ndërsa nuk eliminohen gratë të gjitha moshave që mund preken nga kanceri i gjirit. Ka raste prej grave 20 vjeçare, 25-30 vjeçare e kështu me radhë.
mirë po incidenca për një prekshmëri tek gratë prej moshës 20 vjeçare deri në moshën 40 vjeçare është 0,2%, ndërsa ta marrim një incidencë tek gratë e moshës mbi 60 vjeçare kanë një rrezikshmëri të paraqitjes së kancerit të gjirit në 4%. Do të thotë faktori vet i plakjes së organizmit bën që këta qeliza mos t'i nënshtrohen ma zhvillimit normal që të lindin, të zhvillohen dhe të vdesin, por t'ju hyj procedurave të mosvdekjes qelizore për shumëzimit të pakontrolluar të qelizës në gjirjen e femrës. Doktoresh, kur jemi te mosha, a është më i rrezikshëm nëse paraqitet në moshë më të hershme apo më të vonë? Pyetje shumë e mirë, edhe jo shumë e trajtuar. Është interesant që edhe pse incidenca është më tepër ka moshat e vjetra, por rrezikshmëria është shumë më e madhe nëse paraqitet tek moshat e reja. Sepse na e dim që një organizëm, e thamë fillimisht që kanceri është i lidhur ngushtë me veprimin hormonal, e njohim që organizmi i gruas është shumë më aktiv hormonalisht në moshë të re se sa në moshë të vjetër. Kështu që agresiviteti i kancerit të gjirit lidhet me moshë të re, ndërsa incidenca lidhet më tepër me moshën e vjetër. Ti rikthehemi tek faktor tjerë të rrezikut, sepse pak përmenda dhe mos t'ju la mangut dëgjuesve ose shikuesve tanë. Prej faktorëve tjerë të rrezikut që ne nuk mund t'i kontrollojmë është menarha apo menstruacioni i parë i hershëm kur është paraqit te gruaja dhe një menopauzë e vonshme. Çka ne kuptojmë me këtë? Kur kemi një menarh apo menstruacion të hershëm, do të thotë para moshës 12 vjeçare dhe një menopauzë të vonshme pas moshës 40 vjeçare, veprimi hormonal pas moshës 50 vjeçare, veprimi hormonal i gruas gjatë kësaj periudhe është, do të thotë, një periudhë më të zgjatur kohore edhe si mundësi për çfaqjen e kancerit të gjirit. Kjo do të lidhej me këta dy faktorë. Ndërsa faktor tjetër i çfaqjes së kancerit të gjirit është nëse gruaja para moshës 20 vjeçare ka patur ndonjë imazheri apo radiografi të bërë në gjoksin e saj për X smundje të ndryshme. Edhe kjo mund të jetë një prej indikacioneve të çfaqjes së kancerit të gjirit. Prej faktorëve tjerë do të cekja përdorimi i pakontrolluar i kontraceptivëve, nëse gruaja për një kohë të gjatë përdor kontraceptiv pa ndërprerje mbi 5 vite, është parë një incidencë e rritur dikun për 20% çfaqjes së kancerit të gjirit. Çka sa i përket trashëgueshmërisë, a është i trashëgueshëm? Pikrisht, ndër faktorët të pakontrolluar nga ana jonë është edhe trashëgueshmëria, ku 10% e kancerit të gjirit është i trashëgueshëm. Edhe atë kur ka dëmtime në breast cancer antigenin 1 edhe breast cancer antigenin 2, fatkeqësisht gruaja lind me një mutacion të tillë në këto gjene të cilët normalisht do ishin dashur që të inhibojnë paraqitjen e kancerit të gjirit. Doktoresh, cilat janë simptomat? Para se kaloj të simptomat, do doja të kthehem te faktorët të cilët ne mund të veprojmë të ndryshojmë, që t'japim një mesazh, nëse më lejohet, t'japim një mesazh më të fuqishëm, sepse parandalimi edhe zbulimi i hershëm është ai që na gjatë muajit tetor duam të promovojmë. Edhe nëse nuk do i ceksha faktorët të cilët ne mund t'i ndikojmë, atëherë nuk kemi parandalim të kësaj sëmundje, sepse gruaja në faktor cilë do i ceki tash, ajo mund të ketë dorë edhe mund të prevenojnë deri 30% apo 1/3 të kancereve të gjirit ta zvogloj në botë nëse eliminojnë faktor të rrezikut që ne mund t'i kontrollojmë. Ndërto është obeziteti, që gruaja ta mbaj peshën e saj trupore normale, që
të bëj jetë sa më aktive, me aktivitete fizike deri në 4 orë në javë rekomandohet, mandej të ketë kujdes tek ushqyeshmëria, jo vetëm ajo çfarë konsumon, por edhe konsumimi i vakteve në kohë të duhur, edhe ushqimeve të duhura. Na e dim që organizmi i femrës pikërisht shkak i tyne veprimit hormonal është organizëm më i dobët, andaj edhe imunitet ka më pak se sa meshkujt, andaj është edhe një prej faktorëve cilët incidencën e ka shumë më të madhe kanceri i gjirit tek gjinia femrore se sa tek gjinia mashkullore. Përveç të kësaj, le të largohemi nga stresi, sepse është parë që stresi është ajo thyrja e organizmit ku i mundsohet dëmtimeve qelizore që mos të rikuperohen apo të vinë deri tek zhvillimet jo të duhura në organizëm, reakcione apo çfarëdo që i quajmë ne këta. Kur jemi te stresi, a avancon smundjen? Stresi është prej shkaktarëve të cilët prun smundjen, mirë po të njëjtën kohë edhe nuk e lën organizmin ta rikuperojë veten. Duke liru sasi të toksinave të ndryshme që lirohen në organizëm gjatë stresit. Kështu që ne vazhdimisht pacientëve tona ju rekomandojmë të zhvillojnë një jetë pa stres, që këtë smundje ta marrin si çdo smundje tjerë. Kjo smundje nuk luftohet me ankth edhe me frikë, po luftohet me optimizëm edhe me ngritje të vetdijes mjekësore edhe me besim që edhe e mira edhe e keqja gjatë jetës duhet sfidohet edhe duhet përballet deri në një konkluzion sa më të përshtatshëm për gruan. Kjo që e thatë patjetër se do të shërbejë edhe si këshill për shikuesit tanë. Patjetër. Le të kthehemi te simptomat, ju pyeta më herët. Te simptomat janë disa prej simptomave, po dua të shkoj radhazi cilat janë simptomat cilën më së shumti shtyjnë gruan që të paraqitet tek mjeku. Kryesisht simptomi i parë, 90% grave të cilët shkojnë tek mjeku, nëse nuk e kanë zbuluar rastësisht me depistim të hershëm kancerin e gjirit, është një nodus ose një nyje e rritur dikun në gjij. Mvarësisht ajo nyje ose tumefakcion apo gung që i del në gjij, ajo është simptoma që pacienten e shtyn që shkoj të bëjë mamografi apo ultraza. Mirë po, çfarë duhet të ceki tek kjo simptom? Që ky nodus nga njëherë mund të jetë i prekshëm për femrën, nga njëherë mund të jetë jo i prekshëm, po i vendosur në struktura shumë më të thella të gjirit e jo në sipërfaqe të gjirit. Nga njëherë ky tumefakcion mund të jetë i vendosur edhe në nënsjetull, edhe shumica e pacientëve vinë edhe tregojnë që ka prek një nyje, një gung në nënsjetull e cila ka shtyr që të vijë tek mjeku. Varësisht ku paraqitet kjo nyje, nga aty kemi edhe origjinën e kancerit të gjirit. Origjinë e cila mund të jetë nga kanalet e qumshtit apo edhe nga lobuluset ose vendi ku grumbullohet qumshti. Prej simptomave tjera mund të jenë ndryshimet në majën e gjirit. Ndryshimi në majën e gjirit mund të jetë si maje e tërhekur brenda gjirit, do të thotë retraksion i mamilles ose majës së gjirit, mund të jetë një ulcerim i majës së gjirit, apo lëng i cili del prej majës së gjirit. Lëng jo i pastërt apo hemoragjik e quajmë ne, që është i përzier me gjak, dhe ky lang kryesisht del në periudhën kur gruaja nuk do ishte duhur ta ketë. Do të thotë nuk është në periudhën e laktacionit gruaja apo gjithdhënies dhe tek gratë në menopauzë ku s'do duhet të kishin rrjedhje kurfare prej gjirit. Mandej, simptom tjetër është edhe ndryshimi në lëkurë
ose komplet në formën e gjirit. Ndryshimet në lëkurë mund të jenë në formë të pezmatimit, gji i cili skuqet me lëkurë të trashur, apo një gji i cili merr formën e lëkurës së portokallit me pore të theksuara dhe me ndryshim komplet në formën edhe strukturën, një gji më i etur, me vena më të ekspozuara në sipërfaqe, do të thotë diçka që i jep gruas të shohë që dy gjitë e saj nuk janë simetrik, por diçka ka ndodhur në strukturën e tyre. Doktoresh, po metodat e diagnostikimit smundjes, cilat janë? Pikrisht, shumë mirë u ndërlidhet edhe tek përfundimi i fjalisë time, sepse janë disa metoda të ekzaminimit që do e kishte çu gruan që para se sa të ketë simptoma të zbuloj kancerin e gjirit, ku edhe themi që çelësi i shërimit është zbulimi i hershëm. Një prej formave është vetë ekzaminimi apo vetë kontrolli. Inkurajoj çdo grua që pas çdo ciklit menstrual të ekzaminojë gjirin e vet. Si bëhet ky lloj i ekzaminimit? Kryhet në këmbë para pasqyres, pas një dushi me ujë të ngrohtë, në përfundim të ciklit menstrual, atëherë kur gjiri nuk është i tendosur apo nuk është i etur, do të thotë që ka një strukturë që mund të lehtësisht ta prek gruaja dhe të shikojë mos rastësisht prek diçka që nuk e ka prek më herët. Me këtë kulturë shëndetësore të gruas, që ta prek gjirin e saj çdo muaj dhe ta shoh në pasqyre fillimisht dhe pastaj ta shoh edhe në pozicionin e shtrirë apo ta palpoj, siç themi ne, ta prek prej majës dhe përreth ka strukturat e jashtme të gjirit, ta vrej, të mësohet me anatomin që çdo ndryshim më të voglin pastaj ajo ta detektoj edhe të paraqitet tek mjeku. Kjo do ishte si metodë e parë e ekzaminimit të gjirit. Metoda e dytë është ekzaminimi klinik, kur gruaja ja bën vetes obligim shkuarjen tek profesionisti shëndetësor, pavarësisht a ka simptoma apo jo, edhe mandej në konsult me profesionistin shëndetësor i jep kahje çështjes a duhet të bëhet mamografia, ekografia apo edhe ndonjë metodë tjetër diagnostike. Këtu do isha ndalë më tepër të metodat diagnostike, imazherike, cilat ne i quajmë, edhe atë tek mamografia edhe tek ultrazëri. Mamografia bëhet për dy qëllime: për depistim të hershëm ose screening të hershëm të smundjes, atëherën kur gruaja nuk ka kurfar simptome, por me vetëdëshirë paraqitet shkak i kujdesit ndaj trupit saj dhe shkak i vetdijes të lartë shëndetësore, paraqitet tek mjeku dhe bën mamografi. Dhe në këtë rast, nëse zbulohet diçka, është gruaja më me fat në botë, sepse është zbulu diçka pa pas simptomatologji, është zbulu në stat të hershëm, ku secili trajtim shkon në benefit të gruas edhe përfundon me shërim e jo me fatalitet. Pjesë tjetër kur do bëhej mamografia është diagnostika, atëherë kur gruaja diçka ka prek, mirë po ajo çfarë ka prek do diagnostikohet me mamografi. Mamografia rekomandohet që të bëhet te secila grua e cila ka arritur moshën 40 vjeçare e tutje. Të bëhet mamografia çdo një vit, nëse gruaja ka patur dikend në familje me kancer të gjirit fillimisht dhe pastaj të vazhdoj çdo një vit, ndërsa tek gratë tjera të cilat nuk kanë dikend në familje që vuajnë nga kanceri i gjirit, mamografia t'i bëhet çdo 3 vite. Për moshat më të reja, do të thotë për moshën 20 vjeçare, rekomandohet të bëhet ultrazëri, shkak i densitetit të gjirit të femrës, që në moshë të reja më lehtë detektohet me ultrazë çdo ndryshim apo formacion në gjih se sa me mamografi. Mirë po, mas të mbes mangut, dua të them nëse gruaja ka indikacion edhe para moshës 40 vjeçare të ekzaminohet me mamografi, e ka të lejuar
prej moshës 35 vjeçare që të fillojnë diagnostikimin radiologjik me mamografi. Doktoresh, qysh në fillim e përmendet se edhe pse në raste të ralla paraqitet edhe te meshkujt, a trajtohet një lloj edhe te meshkujt? Trajtimi është komplet i njëjtë si tek meshkujt, ashtu edhe tek femrat, mvarësisht prej të gjeturave gjatë intervenimit kirurgjik apo të gjeturave histopatologjike që i themi ne. Sa ka qenë madhësia e tumorit, sa ka pas invazion rreth strukturës indit për rreth, sa ka qenë grada histologjike, gradusi nuklear, agresiviteti do të thotë i tumorit, mvarësisht prej asaj, ashtu përdoren edhe modalitetet e trajtimit, qofshin ato kirurgjikale, me kimioterapi, radioterapi, terapi hormonale, imunoterapi apo edhe target terapi. Çfarë dua të ndërlidhem tek kanceri i meshkujve, që shkak i mosprezencës hormonale dhe mungesës së ciklit menstrual tek gjinia në fjalë, është edhe kursimi i mosparaqitjes së kancerit të gjirit tek ato. Po doktoresh, nëse vrehet gjatë shtatzanis apo gjithënjes, si duhet veprohet? Ka raste nga praktika ime që e kanë zbuluar kancerin e gjirit gjatë shtatzanis, fatmirësisht janë raste të ralla, në 1000 raste mund të diagnostikohen me kancer të gjirit gjatë shtatzanis dhe mvarësisht prej stadit smundjes, ashtu edhe trajtohet. Ka në disa raste ku nevojitet ndërprerja e shtatzanis, por ka edhe raste që gruaja mund të trajtohet edhe gjatë shtatzanis deri në përfundim të lindjes dhe pastaj të vazhdojnë me procedura tjera të trajtimit të karcinomës së gjirit. Po a ka raste kur të ndonjë pacient mund edhe të mos reagojë terapia? Secili pacient është botën vete, edhe ka rastet shumëta ku një protokoll i trajtimit tek një pacient vepron, po i njëjti protokoll i trajtimit me performansat njëjta të tumorit mos të veproj. Kjo është komplet individuale, për atë në botë janë duke u zhvilluar hulumtime të reja që secili pacient trajtohet në mënyrë specifike, individuale, në bazë të dhënave qelizore të atij individit. Tani është shumë e përfolur imunoterapia apo terapia biologjike, ku varësisht prej receptorëve cilët i gjendet secilit pacient në qelizën e vet, atë formë edhe trajtimit e merr. Do të thotë është shumë e personalizuar edhe shumë specifike për secilin kandidat. Po a ka raste kur përsëritet, pas trajtimit përsëritet prap? Kja është e keqja e kancerit të gjirit që nëse zbulohet në raste në stade shumë të avancuara, presim edhe një rikthim të smundjes. Qoftë një rikthim brenda një periudhe shumë të shkurt, 1 vjeçare, 2 vjeçare, qoftë edhe një rikthim brenda një periudhe 5 vjeçare. Për atë çdo studim në botë është sa i përket rekurencës apo kthimit të smundjes është bërë në diapazon 5 vjeçar. Edhe kur kemi stadifikim të smundjes, edhe prognozim të smundjes, ne gjithmonë themi qofse një stad i smundjes është i 4, atëherë mbijetesa 5 vjeçare është për shembull vetëm 5 apo 7%. Do të thotë nga që kanceri është smundje e rikthyeshme, kemi edhe prognozat e tilla me afate kohore të përcaktuara. Doktoreshe, përmendet se sa shpesh duhet bëhen kontrollat e mjeku pak më herët, po pos onkologut, cilët specialistë të tjerë duhet konsultohen rast se jemi të prekur prej kancerit të gjirit? Vërtet, një e prekur nga kanceri i gjirit, komplet familja e prekur nga kanceri i gjirit, komplet shoqëria e prekur nga kanceri i gjirit. Dhe deri tek një diagnostikim edhe trajtim specifik edhe i duhur për kancerin e gjirit, ka nevojë që në hallkën e trajtimit të involvohen shumë mjek të fushave të ndryshëm. Duke ja fillu prej mjekut familjar, mandej radiologut, patologut, kirurgut,
radiologut intervent, onkologut, radioterapeutit dhe hiq ma pak të vlefshëm edhe psikologu, mandej fiziatri e kështu me radhë. Është një grup i tërë i cili duhet merret me trajtimin e kësaj smundje. Është smundje që trajtohet në mënyrë multidisciplinare. Po doktoresh, gjatë muajit tetor ju kam përcjell, keni qenë shumë e angazhuar në konferencat ndryshme, në fushatat ndryshme parandaluese. Sa janë vetëdijsuar gratë për kancerin e gjirit? Ne kryesisht fushatat jemi duke i mbajtur sa i përket në aspektin mediatik në muajin tetor. Mirë po ne si profesionist shëndetësor vazhdojmë në mënyrë të përditshme të japim këshilla edhe kontributin ton sa i përket ndërgjegjësimit të gruas në luftë kundër kancerit të gjirit. Jam shumë e kënaqur në krahasim me vitet e kaluara, nga vetë fakti se tani edhe në Kosovë shumica e smundjes së gjirit diagnostikohet në stade me pak të avancuara se sa është diagnostikuar 2 apo 3 vitet e fundit, mas të flas ma edhe vitet e kaluara. Një nga shkaktarët është pa dyshim edhe ngritja e vetdijes apo ndërgjegjësimit të femrës për vizita sistemike edhe periodike tek mjeku, mirë po fal edhe imazherisë duhur, metodave diagnostike të duhura edhe fal trajtimeve që janë të mundura tash në Kosovë edhe që ju jepen pacienteve në Kosovë konform nevojës edhe specifitetit për secilën nga ato. Doktoresh, në repartin e onkologjisë ballafaqoheni çdo ditë me gratë karaktereve të ndryshme dhe disa prej tyre padyshim se ju lënë më shumë për shtypje se të tjerat. A mund ta përmendni ndonjë rast që ja vlen me e veçu dhe që do të shërbente edhe si shembull për të ndjekur nga të tjerat? Mua në përgjithësi, gratë kosovare më lajnë shumë për shtypje. Se cila grua e cila vjen për të trajtu në repartin e onkologjisë, është rast në vete, por edhe rast të cilat për nga karakteri do i kisha përgjithësu. Gruaja kosovare është grua fillimisht me besim shumë tek Zoti, për dallim nga gratë tjera me të cilat unë jam ballafaqur gjatë shkollimit tem edhe ngritjes profesionale. Kjo është e para e mirë e gruas që smundjen e merr si caktim dhe është shumë e qëndrueshme, dëshiron të përballet, dëshiron ta sfidoj edhe vërtet është gru me shumë fuqi dhe është krenari e shoqërisë tonë. Doktoresh, faleminderit shumë për kohën që e keni ndarë dhe për informacionet e detajuara që na i dhat. Ishte kënaqësi, besoj që kemi kontribuar sadopak edhe ne nga kjo pozitë për gjithë që na kanë ndjekur dhe do të na ndjekin në të ardhmen. Faleminderit. Miq të dashur, kanceri i gjirit nuk përzgjedh as moshë, as profesion, as racë, madje as gjini. Më mirë të shkojmë te mjeku pa patur ndonjë shqetësim të madh se sa të presim deri kur nuk kemi zgjidhje tjetër. Ju falenderojmë që gjetët kohë të ndani me neve dhe të ndiqni këshillat e doktoreshës deri në takimin e radhës. Mirëmbëjtje.